Ky emision mundësohet nga Këshilli i Bashkësisë Islame Prishtinë. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatia Allahut qoftë mbi ju. Mirë se po takohem të shikues të nderuar. Sikur se çdo herë, sot kemi dy hoxhallar të ftuar në emisionin ton. Sot kemi kryetarin e Bashkisë Islame të Prishtinës, Hetem Efendi Sopjanin. Mirë se erdhe kryetar. Mirë se jam, faleminderit për ftesën. Do t'ju shpërblet. Po ashtu kemi edhe arkatarin e Bashkisë Islame të Prishtinës, Lirim Efendi Asharin. Mirë se erdhe, hoxha. Mirë se u gjetëm, faleminderit për ftesën. Inshallah së bashku do të bisedojmë për temën rreth konceptit të mirës dhe të keqes në Islam, po dhe pikërisht në shoqërinë tonë. Për shembull, si duhet të jetë shoqëria, për shembull, në raport me këto dy vepra, të cilat realisht e përcaktojnë njërin se a do të jetë prej fituesve apo zonë rrit prej humbësve. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. S'ka dyshim se falënderimet i takojnë vetëm Allahut, salavatet, selamet, përshëndetjet tona të përzemërta ja dërgojmë me të dashurit njerëzimit, Muhammedit alayhi salatu wassalam. Fillimisht dua t'ju falenderoj edhe juve, të gjithë teleshikuesve të cilët po na ndiqin përmes këtij ekrani televizor DTV-s dhe të gjithë atyre besimtarëve, muslimanë dhe muslimane. Ju urojmë këtë muaj të madhërisëm të Ramazanit, po ashtu dash Zoti që përgjatë gjithë këtyre ibadeteve, këtyre lutjeve të cilet i patëm me përkushtim gjatë muajit të madhërisëm të Ramazanit, Allahu xhelle xhelaluhu xhelle shanuhu kabull na bën të gjitha ato veprat dhe ibadetet tona. S'ka dyshim se e mira dhe e keqja, si në konceptin islam, ka të bëjë me jetën e njeriu në përgjithësi. Po t'i referohemi librit të shenjtë, Kur'anit, do të gjejmë shprehje të ndryshme të cilat flet rreth të mirës dhe të keqes në Islam. Ne si besimtar, si musliman që jemi, e kemi një gjë të ditur se vapet apo të mirat në këtë rast, por edhe të këqijat të cilat i bën njeriu pasojnë dënime, siç pasojnë edhe shpërblimet për të mirat të cilat i bën. Në Kur'an, Zoti Gjeleshanu në surën Isra thot: çdo njeri që bën në atë kuptimin veprave të mira do të shpërblehet për punën të cilën e ka bë, për të mirën e tij. Ndërsa për të keqen, të cilën e bën do të jetë kundërpërgjigje për ta. Domethënë, të mirën të cilën njeriu e bën, Zoti Gjeleshanu do t'ja mundson që të mbron atë mirë, sepse është në dobi të shoqërisë, në dobi të vetvetes së tij, por Zoti na rujt nëse në qoftë se bëjmë edhe të keqen, atëherë kundërpërgjigja është vetëm për të keqen. Domethënë njeriu nuk kemi mundësi t'ja bëjmë një të keqe, por ajo e keqe do të na kthehet neve. Pse na kthehet neve? Sepse niyeti dhe qëllimi është që ne ta kemi atë rrugë apo atë gabim qysh në start të mos të bëjmë të mirën, por të bëjmë të keqen. Po ashtu, Zoti i plot fuqishëm në sureve të tjera të Kur'anit na bën me dije se është shprehja për të besimtarët, për të ata të cilët e kanë besuar Zotin Gjeleshanu. Për shembull, thot Zoti Gjeleshanu në Kur'an: "Wal mu'minuna wal mu'minat", besimtarët edhe për besimtarët. Domethënë, këto dy shprehje, të cilët kanë ardhur në Kur'an, na i vërtetojnë çështjen se besimtari duhet të jetë i kujdesshëm në konceptin e Islamit të mirës dhe të keqes. Duhet të jetë i vetëdijshëm një besimtar, sidomos gjatë muajit të madhërisëm të Ramazanit, të mos bën gabime dhe lëshime, siç është mëkati apo siç është gjunahu. Koncepti islam tek gjunahet vrehet atëherë kur njeriu e kryen një akt të një mëkati dhe pason ndëshkimin këtë rast. Por në qoftë se bën një të mirë, atëherë ka shpërblimin të Zotit Gjeleshanu. Allahu për çfarë po na thot në Kur'an? Ba'duhum li ba'd. Besimtarët dhe besimtarët janë
ata të cilët e mburojnë njëri tjetrin, apo e mbulojnë njëri tjetrin, apo e bashkojnë njëri tjetrin, në çka? Në punë të mira, në veprat e mira, në peshojët veprave të mira. Pra, Zoti plot fuqishëm kur don t'i tregon njeriu, një besimtarit, se je në rrugë të drejtë, atëherë ja jep konceptin asaj se e mira dhe e keqja duhet të dallohen. Janë dy kohje të ndryshme, të cilat të çojnë në drejtime të panjohura, siç është për shembull gjunohu dhe mëkatu. Andaj Ramazani është një mundësi e artë për besimtarët, për muslimanin dhe muslimanin që ta dallon të mirën dhe të keqen. Tash kur potencohet vazhdimisht e mira dhe e keqja, përmes sharun është pak më detajisht, çka është e mirë, për shembull, lirim, edhe çka është e keqe? Në Islam e mirë llogaritet gjithçka që është në përputhje me rregullat e Kuranit dhe të Sunetit, pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pra gjithçka që është e mirë, është e dobishme për njerëzimin, është e dobishme për shoqërinë, është e dobishme për vetë individin që e bën një vepër, konsiderohet vepër e mirë në Islam. Ndërsa, nëse një vepër në Islam është në kundërshtim me ato që ka thënë Zoti i Madh, me ato që na ka ndaluar pejgamberi alayhi salatu wassalam, pra është jo e mirë dhe ne e quajmë si vepër të keqe, domethënë të cilën e dënon Zoti. Mirë po njeriu, veprat e mira në muajin e Ramazanit, s'ka dyshim se ka shpërblim për ato vepra të cilat i ka vepruar, dhe ne jemi të thirrur dhe jemi të prirë që të angazhohemi jo vetëm në Ramazan, por edhe gjatë muajve të tjerë, edhe gjatë ditëve të tjera, që të anojmë dhe të bëjmë vepra sa më të mira, në mënyrë që të marrim shpërblim tek Zoti i Madh. Interesant më kujtu një rast, ta që the shpjegimin për shembull të veprës të mira të keqes. Në kohë të pejgamberit ka ndodhur, që dini edhe jo, një njeri ka kalu renat, safa që i thëmë, në xhami dhe ka shku afër pejgamberit, e pejgamberi ka thonë, apo dënë me të tregu se çka ka dënë me pyet ti mu. Pejgamberi ka ditë çka po do me vetaj. Thet, po do me pyet çka është e mirë dhe çka është e keqe. Thet, po i dërguar me çka to e kam. Aty me ditë faktikisht, çka me vepru, ha? Qëndrimi i tij që ta tregon të mirën edhe të keqen. Edhe pejgamberi sa i thotë e mirë është ajo që kur të punojsh je rahat. Je rahat. E keqja është s'le rahat. Ai që vjedh ai s'është rahat, shembull. Ai që bën punë të këqija kur rahat është. Faktikisht feja apo historia islame neve na sjell shumë shembuj të ndryshëm të cilët njerëzit kanë punuar dhe gjeneratat e mëhershme kanë punuar dhe kanë lënë vepra shumë të mëdha, në mënyrë që ne të marrim që ato populli i ka po mësim prej tyre. E kemi rastin Omerit radiallahu anhu, i cili na tregon dhe thotë se prej veprave më të mira të cilët i bën njeriu dhe ndalohet nga punët e këqija është namazi. Pikrisht gjatë muajit madhërisëm të Ramazanit ne i shohim shembull xhamit të stërmbushura. I shohim lagjet të cilat janë me lexim të Kuranit, me faljet e namazeve ditore, madje kthyrja e sofrës së iftarit, namazi natës po ashtu, namazet ditore, gjitha këto janë ato të cilat reflektojnë për një shoqëri të mirë. Zot na ruaj, sikur ta kemi një shoqëri të keqe, një shoqëri e cila është e dëmshme edhe për neve, por edhe për institucionin ton, por të njëjtën kohë e dëmshme edhe për familjet tona. Prandaj, nëse na ndalemi dhe i analizojmë mirë, atëherë si koncept të Islamit mes shoqërisë së mirë dhe të keqes ka dallim shumë të madh. Shoqëria e mirë është ajo e cila e ndihmon njeriu gjatë gjithë jetës. Sado që të jeton njeriu në shpinën e kësaj tokës, ka me pas sukseset e mira dhe rezultate e mirë prej një shoqërie së mirë. Por Zoti na ruaj, edhe sikur ta kemi një shoqëri të keqe, atëherë do të jetë rezultati shumë i keq. Ne kemi një shembull gjatë historisë islame ku tregohet se një njeri ka mbyt apo ka vrarë 100 persona. Dhe ky njeri është pendu, siç thot populli, ka ra me një farë fjalë istikfar, ka kërku falje, por ka dashur që t'i takon njerëzit cilët e drejtojnë këtë njeri,
të cilët e mësojnë këtë njeri, ka do të shkon ky njeri, atëherë e ka takuar një njeri dishum, por ky njeri i dishum i ka tregu rrugën se ka duhet me hec, edhe pse ka bën një vepër shumë të madhe, të mbythësh 100 njerëz nuk është punë e vogël, por prej pendimit ti, prej sinceritetit ti që ka pas, atëherë ka dashur që ky njeri të kërkon një shoqëri të mirë. Në momentin që u taku me një burr të mirë, ai e ka këshilluar me disa fjalë dhe i ka thonë, atëherë hec ti, lëviz dhe shko të një popull që unë i njoh për burra të mirë, për njerëz të mirë, sepse ata të këshillojnë ty, të mësojnë ty si shoqëri që je dhe të pranojnë. Për ndryshe, ti në shoqërinë tënde ku ti qëndron dhe je sot, atëherë ti nuk mundesh me pas sukses dhe rezultat. Dhe më thonë, nëse je në shoqëri të keqe, probleme punu punë të mira. Zoti na ruaj, por shoqëria mirë është ajo e cila të ndihmon ty, edhe në jetë, edhe në familje, edhe në shoqëri, edhe në për institucione dhe kudo që t'jesh. Prandaj si model të cilët na i sjell neve historia islame është kjo që ta ndihmojmë shoqërinë tonë. E sidomos ne i shohim gjatë muajit madhëreshëm të Ramazanit, shoqëria është më lidhur. Familjet janë më të lidhura njëra me tjetrën. Domethënë, iftaret e përbashkëta, syfyret e përbashkëta, qëndrimin e tyre në namazet ditore, në namazin e taravis, në namazin e natës, është ajo shoqëri e cila është e mirë dhe don të mirën. Prandaj, në një prej ajeteve të surës An-Nur, Zoti plot fuqishëm kur e tregon ngjarjen e besimtarit, e një muslimani që ka dëshirë mos me pas shoqërinë e mirë. Se në kohën e Abu Jehlit, kur ai ka bë tregti, ka qenë njëri prej shokëve të tij. Dhe ka thonë, po duhet ta përqafoj Islamin. Abu Jehli ka thonë, për ku je nis? Thotë, shkoj ta takoj pejgamberin alayhis salam. Dhe të pranoj Islamin sepse e ka po ndëgjimin, fjalët e tij, miratimet e tij, pëlqimet e tij, sunetet e tij, ka po të gjitha. Dhe i thotë Abu Jehli, në qoftë se ti shkon dhe lën shoqërinë tonë, këtë shoqëri, atëherë ne nuk do të pranojmë shoqërinë tonë. Dhe u kthy mbrapa. Pse u kthy mbrapa? Për arsye se e ka zgjedhur vetë shoqërinë e keqe. Atëherë Zoti plot fuqishëm e ka zbrit këtë ajet në surën Nur, e që do të lexohet deri në ditën e Kiametit. Yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laytani lam attakhidh rasula. Thot, o Zot, njerëzit do të thonë që do t'i kafshojnë duart e tyre. Pse e bëra këtë njeri mik, apo pse e bëra këtë njeri shok, dhe u largova prej rrugës të dërguarit e Zotit. Ja lejteni. Ata prap do të thonë, të mirët na. Pse e bënëm filanin mik? Pse e bënëm filanin mik? Pse u shoqëru me një shoqëri të keqe? Pse nuk e morëm një shoqëri halema të mirë që do të shohim na hajër prej tyre? Apo do të jenë ata njerëz të cilët do të na tregojnë rrugën tonë, rrugën e drejtë. Prandaj, gjitha këto ajete të Koranit janë për me na tërheq vërejtjen neve, si musliman që jemi, si besimtar që jemi, se si duhet ta zgjedhim shoqërinë sot. Sot kemi mjaft mundësi të mira, edhe komunikative, por kemi edhe mundësi të tjera që ta zgjedhim shoqërinë. Mos mendojmë se shoqëria është gjithçka, por nëse ndalim dhe analizojmë shoqëritë e tjera të cilët janë jo fitimprurse, apo një shoqëri e cila është e zhveshur, ose një shoqëri e cila mirret me drogë, me prostitucion, me alkool, me gjitha këto, atë njeriu duhet të ndalet, e sidomos të rinjët tonë të shiqojnë mendimet e tyre se ku janë përqendru, apo e zgjedhin një shoqëri e cila është e mirë, apo një shoqëri e cila është me të vërtetë e cila çon në humbje njeriu, e sidomos të rinjët tonë. Ashtu dhe pejgamberi sa më thëtë, njeriu është në fenë e shokut vetë. Le të qyjë se cili për juve kom për e zgjedh shok. Shok. E pikërisht të ditë të Ramazanit, shysha dhe u përmenë që xhamiat janë mbushne, i shohim për shembull tjetër atmosferë është në qytet për shembull. Që në kohën e iftarit është qetë, nuk ka qarkullim të njerëzve, këtë janë shku në përshpia në ambiente familjare. Është kënaqësi për shembull që atmosfera Ramazanit ranin të prit para furra me marë buk kapital ka. Është një atmosferë që gjitha kushtet janë për me shtyti, për me vepru mirë.
Për një shoqëri më të mirë. Veç a dën me punu mirë apo nuk dën. Është e drejtë jotja me zgjedh. Lirim, qysh me urujt për të këqijave? Duke ndjekur hapat dhe rregullat që na jep Kurani dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam, për çdo vepër njeriu muslimani kur para se me bë, domethënë do të më ditë se është të vepruar diçka në ato çka është i thirrur si besimtar, si musliman, është të dëmtu dikan në shoqëri, është të dëmtu dikan në familje, është të dëmtu dikan në rrethin dhe ambientet ku jeton ose punon. Pra njeriu çdo herë do të mundis për parimit të shëndosh dhe duke pasur parasysh çdo punë që e bën, çdo veprim që e bën, me këshyr mirë se a është në koordinim, a është në përputhje me ato që ka thirrë Allahu xhaleshanuhu që na ka porosit edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe gjeneratat e dietarët dhe shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, të cilët pra na kanë mundsuar neve dhe na kanë letuar jetën duke na dhënë shembull për të mirë dhe duke na ruajtur dhe duke na dhënë shembull qysh me u largu prej veprave jo të mira, e sidomos kjo në muajin e Ramazanit. Pra është një gjallëri, është një mësim, është një kurs që njeriu mësohet se qysh me jetu edhe gjatë 11 muajve të tjerë. Pra është më i lidhur me fenë e Zotit, është më i lidhur me Kur'anin, është më i lidhur me ibadetet. Pra e ka një gjallëri brenda vetvetes tonë, shohim se e kemi një energji më shumë dhe e kemi një potencial më të zhvilluar në muajin e Ramazanit se sa kur do herë më parë, sepse Zoti i Madh e ka beku këtë muaj kështu dhe Zoti i Madh na ka dhënë energji më shumë që ne të dalim prej atyre të cilët Allahu xhaleshanuhu na i pranoj veprat e mira, na largoj nga veprat e liga dhe të jemi fitimtar dhe të jemi besimtar të cilët Ramazani bëhet shkak dhe kthejës për neve për të mirë. Ramazani bëhet shkak që ne kur dalim para Zotit xhaleshanuhu inshallah me kam prej atyre besimtarëve të falur, sepse kemi bë punë të mira, vepra të mira, jemi ruajt nga gjunohet e kësaj bote dhe kemi dal prej Ramazanit duke përfituar. Që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, ka disa prej njerëzve që nuk përfitojnë prej agjerimit ose nuk përfitojnë prej Ramazanit vetëm se mbesin pa hangër dhe pa pi. Mirë po, ne si besimtar jemi të prirë të marrim prej Ramazanit ato mësimet më të mira të mundshme që kur dalim të kalojmë Ramazanin, ne të jetojmë me atë ambientin, me atë atmosferën e Ramazanit në ibadet, në adhurim dhe në ruajtje nga gjunohet dhe nga punët e liga. Këto që u tha, besoj që na si popull e përdorim, si shprehje thojmë për shembull qëtem veti. Për me dita po bën mira keq, veç qëtem veti. S'ka dyshim se çdo vepër njeriu që e bën paraprakisht do të me vërtetu dhe do të me ditë se nëse ju kish bo prej dikona e njëjta vepër, qysh kish pas me reaguaj dhe qysh kish pas me pranuaj si vepër. Dhe kjo domthon i ndal njerëzit, e ndal besimtarin dhe edhe nëse jepet ndonjë cytje me bën një vepër jo të mirë, kur e paramendon këto që po e thua ti Hoxh, domethënë i bën se nëse nuk më me përballu vetëm apo dikush, nuk ka dyshim se asnjë nuk do m'ja bëj askujt. Është edhe hadithi i pejgamberit që thotë nuk ka besu asnjëri për juve derisa mos ia doj vëllait vet. Ato që ka dënë edhe për vetë. Thonë nëse don që dikush mos sill mirë me ty, atëherë ti sillu mirë me të. Nëse don dikush mos me të bëj keq, mos i bëj ti dikujt, ha? Ose çu është rasti pejgamberi sa kur i ka ardha i djalë i ri që i ka thonë dërgumi i Allahut, unë jam gjendë këtë gjinohat Milan. Çatu më thush, unë pranoj përveç prostitucionit mos më ndalë se e kam pikë dop. E kam gjuna për qefja, pëton që s'moj mu largu për të. Edhe shokët e pejgamberit interesant që shkanë reagu, që shpithu pejgamberit kështu. Pejgamberit sa mi ka thonë, hajde afra vafor. Me butësin, me këshill të mirë, ka thonë për nonën tonë. Si kur kjetë ishte për nonën tonë, ka thonë jo, vëlla nuk i kisha pranu dhe do ta kisha ndalu. Ndërsa e pranën edhe për motrën edhe për vajzën që ka ardhë në hadith, ka thonë jo, nuk e pranoj. Dhe aty do me thonë e ka marrat mesazhin e duhur nga një fjalë, nga një këshill që ka qitë në vete dhe e ka ndal nga atë, thuhet se ka ndal dhe ka thonë që nuk do ta bëj më asnjëherë këtë vepër dhe këtë gjuna, është gjuna më e urrëtur. Po është një problem për shembull sot. E sheh njërin në rrugë të e buni vepër të keq. Tash s'pe definojmë çka, po ai dieta shqare që është vepër keq.
edhe ati si vjen marrë, që të bu veprën e keqe, ndërsa e shet dikun tjetër që për shembull don me i koha namazit, e vjen marrë mu fal dikun në rrugë, ndonjë qoshet rrugës. Kjo është vepër e mirë që përkundrazi duhet mu krenu, ndërsa ai që duhet mu skeju, mu mshef, mu s'me pa njerëzit, ai publikisht e bën. Domethënë ndryshimi i vlerave. Ka ardhur pikërisht te pejgamberi sa na ka njoftuar që do të vinë vite mashtruese, që të vërtetit atij që e flet drejtën kanë më thon porran. Ai që e flet pa vërtetën atij i them i sinqert, i drejta, kupton. Sot për shembull që kjo është ndodhur në shoqërinë tonë, po jo vetëm në po shumë vende të botës. Për shembull janë përzi gjonat. Do thotë e mira a ndryshon herë për shembull? Edhe e keqja mund të Më bëj mira, po e mira e keqe. Nuk ka dyshim. Kjo përzierje e këtyre vlerave që po ndodh, besoj që e mira është e mirë deri në kiamet, e keqja është e keqe. S'ka dyshim se ato që na ka mësuar Zoti i Madh në Kur'an dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam, me ato do të jetojmë ne dhe gjenerat pas gjenerate do t'i përcjellin dhe ato do të thonë veprat mira do të jesin të mira, që thatë edhe jo, ndërsa ato vepra, ato gjunohe të cilat i ka ndaluar Zoti me Kur'an, pejgamberi alayhis salatu wassalam, nuk ka dyshim se ato do të mbesin ashtu gjenerat pas gjenerate dhe ne vetëm e kemi si obligim me përcjell tek gjeneratat të tjera që do të thonë me ndalu ato veset e liga, ato punte jo të mira dhe ato punë të cilat i ka ndaluar Zoti pejgamberi, ne jemi të thirrur vazhdimisht edhe në shoqëri, pavarësisht në çfarë pozicioni jemi, e kemi për detyrë, për obligim që sa do pak të mundohemi, nëse nuk, që ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam, nëse shenjë të keqe, nëse s'mundesh me ndal me dorën tënde, të paktën me gjuhën tënde çdo herë me potencua ato çka është e mirë dhe çka është e keqe. Pra sidomos në këtë muaj të Ramazanit, kur e dim se edhe ata të cilët nuk falen, edhe ata të cilët nuk e respektojnë fenë islame, në këtë muaj të Ramazanit pak ambientohen me ibadetet, me adhurimet tona dhe nuk ka dyshim se edhe na ngujnë më shumë, sepse e respektojnë me një formë apo tjetër Ramazanin dhe do të thonë sot mujna me pas për kujdesje që me fol ato çka është e mirë, me vepru gjenerat pas gjenerat edhe ato çka nuk është e mirë, me ndalu sot kena mundësi edhe në familje, edhe në shoqëri, edhe ato ku jemi. Kjo e mirë që bëhet, hoq për shembull, ose që kërkohet për neve në Ramazan mu angazhu sa ma shumë me bo vepra të mira. Zoti po thët janë ditë numërume, ditë të shkojnë shpejt. Fitimi është i madh. Për shembull, e shen njerin që është në gjendje me punu për një rrogë, me cilën është as shpenzimet mujore nuk mundet me mbulu, po punon një muj ditë. Me orare, quhet herët, angazhohet, lodhet. Ndërsa këtë muj, për shembull, është një shpërblim i madh për një muj ditë. Për ta kuptuar këtë çështje edhe ma mirë, ne duhet të referohemi disa pikave të cilat janë orientuese dhe çdo besimtar dhe musliman dhe muslimane duhet t'i qetë përpara vetvetes së tij. Këto pika orientuese kanë të bëjnë sidomos me familjen, duke llogaritur shpërblimin më meritor që do ta kemi nesër para Allahut. E para është familja. Familja i përngjan apo i ngjason një anije e cila është e mbushur me njerëz. Kështu është edhe Ramazani, që vjen me shumë të mira, por kjo anije duhet me pas kapitenin e vet apo drejtuesin e vet. E kush është ai? Ai është njeriu, ai është individi, ai është kryefamiljari. Prandaj, edhe Ramazani kur të vjen me këtë bagazh kaq të mira, ne duhet jemi të kujdesshëm. Pse të jemi të kujdesshëm? Ashtu siç tha dhe kolegu im, mos jetë Ramazani ai i cili vjen një herë në vit, na viziton neve, na gjen në atë formën që kemi qenë, shkon, kalon dhe ne nuk kemi përfituar asgjë për Ramazanit. Pra, ky bagazh i cili është kaq i madh, gjatë muajit madhërishëm të Ramazanit duhet t'i shfrytëzojmë, sikurse që shfrytëzojnë tregtarët sezonat e tyre në shitblerje. Kështu duhet jemi edhe na, ta shfrytëzojmë Ramazanin me të mirat e tij, të shfrytëzojmë kohët e namazit, të shfrytëzojmë dhënien e zakatit, dhënien e sadakatul fitrit tash në fund të muajit madhërishëm të Ramazanit, të shfrytëzojmë kohët e namazit, na e sidomos namazin e sabahut, kur shumë prej neve zgjohemi herë dhe shkojmë në punë. Të qëndrojmë pak minuta derisa të falim namazin e sabahut, sepse kemi sevape shumë të mëdha. Në anën tjetër, të mos harrojmë pikën tjetër, e cila është shumë e vlerë, e që ka shpërblimin e madh. Ajo është qëndrimi
sidomos qëndrimi jo natën gjatë 10 ditëve të fundit të Ramazanit. Ta shtojmë apo ta gjallërojmë Ramazanin me namaz nate, me lexim të Kuranit edhe kështu me radhë. Pra, element kryesor tjetër në ngritjen dhe forcimin e imanit ton gjatë Ramazanit është në fund të Ramazanit, të cilën ne e japim fitren, që dalim prej një mujt madhërishëm të Ramazanit, e cila është një të llogarisim ashtu si një fërçe e bukur e cila i pastron dhëmbet nga ushqimi i mbetur. Kështu është edhe ajo fitre të cilët ne e japim në fund të mujit të madhërishëm të Ramazanit për me e pastru gjinohet, lëshimet tona të cilët eventualisht i kemi pasur gjatë mujit madhërishëm të Ramazanit. Pra, ky koncept vjen si rezultat i një shoqërie të mirë që kemi pasur gjatë gjithë Ramazanit. Mos mendojmë se pa një shoqëri të mirë, pa një shoqëri stabile, pa një shoqëri funksionale, ne nuk mund të funksionojmë as si shoqëri, e as si besimtar që jemi, madje e as Ramazanin nuk jemi në gjendje ta ruajmë apo ta mbrojmë, e as të agjerojmë përderisa nuk e kemi një shoqëri të mirë, sepse shoqëria e mirë është ajo e cila e mbron njeriu nga çdo stuhi që mundet me godit nesër. Kur e kemi shoqërinë e mirë, është në gjendje të këshillon, të mëson, të qorton, madje edhe të nxjerr nga situata të ndryshme. Por në qoftë se kemi një shoqëri të keqe, Zoti na ruaj, atëherë ajo është sikur ajo anija e cila fundoset në mes të një oqeani dhe gjithë bagazhi i saj fundoset duke mos pasur një rezultat. Kështu edhe shoqëria e keqe është ajo e cila e fundos njeriu në fund të jetës së tij dhe në fund, siç thot Zoti plotfuqishëm për shejtanin, kur e tradhton njeriu, kur e mashtron njeriu, në fund i thot jo, unë nuk di kurrë. Domethënë nga besimi të cilën e ka pasur shejtani për me mashtru njeriu, në fund i thot nuk di unë kurrë nga veprat e tua. Prandaj na si besimtar, si musliman që jemi, e kemi për obligim që ta ruajmë shoqërinë tonë, sepse Ramazani është një derë shumë e hapur, shumë dimensionale, e cila na tregon neve që ta ruajmë shoqërinë, ta nderojmë maksimalisht shoqërinë tonë. Dhe elementi tjetër është që ta ruajmë familjen tonë, ta ruajmë shoqërinë tonë. Kjo është thirrje edhe nga vetë Zoti plotfuqishëm ku thot në Kur'an: o jo njerëz, ruani veten dhe familjen tuaj. Ku anfusikum wa ahlikum, ruani veten, por edhe familjen tuaj. Pse me ruajt veten edhe familjen tuaj? Sepse kemi amanet para Allahut, krijuesit të gjithësisë, ta ruajmë vetveten, por edhe ta ruajmë edhe familjet tona. Siç ju kemi afruar fundit të emisionit, nëse ka mundësi, ka një porosi për shikuesit, porosi mesazh shkurt. Fillimisht për mesazhin e fundit në këtë emision, kisha dashur që të gjithë besimtarëve, muslimanëve anë kanë botës të lutim Zotin e Madh që Zoti ta ketë pranuar çdo vepër, çdo ibadet, edhe agjerimin, edhe çdo punë të mirë që kanë bërë për hir të Zotit të Madh. Lutim Zotin e Madh që edhe Ramazanat të tjerë të na gjejnë shëndosh e mirë në familjet tona dhe gjenerat pas gjenerate të përcillen veprat e mira, punët e hajrit, të cilat dëshmojnë për neve edhe në këtë botë edhe në botën tjetër, dhe të dalim fitimtar prej muajit të Ramazanit, dhe Zoti i Madh të na falë dhe të bëhet ky muaj sebeb që ne ta fitojmë xhenetin inshallah së bashku. Kryetar. Si mesazh për këto ditë të fundit të muajit të madhërishëm të Ramazanit, le të jetë një mesazh që Zoti plotfuqishëm, ashtu siç tha dhe kolegut, na ketë pranuar gjitha duat dhe lutjet tona, por në fund të mos i harrojmë, siç thot një dietar, la tansahum abadan. Dy çështje që mos mi harru kurrë asnjëherë. Allahun wa darul akhirah, Zotin edhe botën tjetër. Allahun, ai i cili na ka obligu neve me këtë muaj të madhërishëm të Ramazanit, na ka obligu me namazet tona ditore, me dhënien e zeqatit dhe me gjitha këto, është ai Zot i cili përkujdeset për neve. Është ai Zot i cili do të na i pranon agjerimin ton, kurse darul akhira është botën tjetër me cilën do të takohemi me gjithë të dashurit ton, me ata të cilët i kemi dasht, na kanë dasht, i kemi respektu dhe na kanë respektu, dhe të takojmë edhe veprat tona të mira
të takojmë edhe agjerimin tonë të cilën e bërëm për hir të Zotit. Allahumma amin. Dhash Zoti që të kemi përfitu për këtyne fjalëve, e lusim Allahun xhaleshanu që me të vërtet me kanë prej atyre që gjithmonë gjindemi në vepra të mira, po dhe jemi larg prej veprave të këqija. Deri në emisionin e radhës të shikues të nderuar, ju lojmë në mbrojtjen e Allahut xhaleshanu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.